Mbrëmjen e së mërkurës, Kimberly Guilfoyle, një nga figurat më të besuara të presidentit amerikan Donald Trump, vizitoi godinën e kryeministrisë në Tiranë dhe u prit personalisht nga Edi Rama. Ky takim nuk ishte njoftuar zyrtarisht dhe as kryeministria, as ambasada amerikane nuk dhanë deklarata për ngjarjen, duke e bërë atë jashtëzakonisht enigmatike. Guilfoyle nuk konsiderohet thjesht një ambasadore e SBA-ve në Athinë, por një nga personat më të ngushtë në rrethin politik të Trump. Ajo ka bashkëjetuar më parë me djalin e presidentit Donald Trump Jr. dhe ka një rol të spikatur në politikën amerikane. Në Athinë ajo njihet shpesh si zonja e hekurt e diplomacisë amerikane. Vizita e saj në Tiranë u zhvillua larg syrit të publikut dhe pa ndonjë shoqërim nga personeli i ambasadës amerikane në Shqipëri, gjë që shton misterin e qëllimit të saj. Ky takim ka ngjallur spekulime për natyrën dhe tematikën e bisedimeve, duke marrë parasysh lidhjet e forta të saj me rrethin e Trumpit dhe ndikimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Pavarësisht mungesës së informacioneve zyrtare, fakti që një figurë kaq e rëndësishme e administratës amerikane u takua me kryeministrin shqiptar nënkupton se mund të kenë diskutuar çështje strategjike, diplomatike ose politike me interes për rajonin dhe marrëdhënie dypalshe Shqipëri-SBA. Edhe pse detajet e vizitës mbeten të paqarta, pjesëmarrja e kryeministrit Rama dhe pritja personale tregojnë një nivel të lartë rëndësie. Takimi ka zgjuar interes për diplomacinë shqiptaro-amerikane dhe rolin e SBA-ve në vendet e Ballkanit, duke bërë këtë vizitë një ngjarje të ndjekur me vëmendje nga analistët dhe mediat ndërkombëtare.